Policia e shtetit ka reaguar zyrtarisht pas aksidentit tragjik të ndodhur një ditë më parë në Durrës, ku humbën jetën 2 fëmijë. Në njoftim theksohet se drejtuesi i mjetit Nikollo Radaçi rezultoi në gjendje të dehur pas kryerjes së testit të alkoolit, ndërsa shkaki i aksidentit ka qenë humbja e kontrollit mbi automjetin. Sipas të dhënave zyrtare, Nikollo Radaçi ka një histori të përsëritur shkeljesh rrugore. Në vitin 2020 ai është ndëshkuar për parakalim të gabuar, ndërsa në vitin 2022 është konstatuar 2 herë për tejkalim të shpejtësisë e lejuar. Në të dyja rastet, masat e dhëna ka qenë pezullimi lejes së drejtimit për vetëm 1 muaj. 4 vite më pas, në moshën 57 vjeçare, ai përfundoi i arrestuar pasi shkaktoi aksidentin fatal në zonën e Ish-Kënetës në Durrës, ku dhe jetonte. Hetimet paraprake konfirmojnë se ai drejtonte mjetin në gjendje të rëndë të dehur. Ngjarja ka shkaktuar reagim të fortë dhe ka nxitur nisjen e një hetimi të brendshëm nga drejtoria e standardeve profesionale për të verifikuar nëse ka pasur neglizhencë apo shkelje nga punojësit e policisë në trajtimin e mëparshëm të rastit të tij. Si pasojë, drejtuesi i Policisë së Shtetit Skënder Hita ka urdhëruar pezullimin e disa drejtuesve në policinë e Durrësit. Mes tyre janë drejtori vendor Afrim Tafa, zëvendës drejtori për rendin dhe sigurinë Zia Sula dhe shefi i policisë rrugore Krishnik Skëndo. Në vend të tyre është komanduar Ervin Hodaj, ndërsa hetimet vijojnë për të zbardhur plotësisht përgjegjësitë institucionale dhe për të përcaktuar nëse tragjedia mund të ishte parandaluar.